Në interpelancën e thirrur nga deputetë e Partisë Demokratike për vjedhjen e organizuar nëpërmjet rimbursimit të rrem të barnave, Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj theksoi se ky audit u ngrit nga strukturat e shëndetësisë dhe tregon qartë luftën që po i bëhet korrupsionit. Por deputeti Albana Vokshi akuzoi se raporti përfundimtar i auditit nuk i është dorëzuar prokurorisë dhe se skema e vjedhjes është zbatuar në më shumë se 4 farmaci. Urimet të prokurorisë konfirmojnë se kallëzimi i dorëzuar nga fondi është thjesht një kallëzim i shoqëruar me një relacion ku janë paditur vetëm 4 farmaci dhe sigurisht to 4 farmacit janë të përzgjedhura për të mos i bërë dëm asaj skemës së vjedhjes që ky ministër ka ngritur që prej 15 muajsh. Skema abuzive ka qenë aty që para se të vini ju në pushtet. Jemi vendosur ta ndryshojmë sistemin. Sigurisht që do duhet të auditojmë, do të ketë audite vimësi, nuk jemi timonizuar nga tentativat për korrupsion apo nga korrupsioni, janë denoncuar vetëm 4 farmaci sepse ato rezultojnë komplet fantazm. Ka vazhduar kontrolli për 3 farmaci tjera, të cilat janë farmaci ekzistuese. Vokshi ka akuzuar se në këtë skem vjedhjeje janë përfshirë drejtues të lartë të shëndetësisë, ndërkohë që ministri Beqaj ju kundërpërgjigj me skemën e abuzimit me barnat në shtator të vitit 2013, në ditët e fundit të largimit të djathtëve nga qeverisja. Skema është e thjeshtë. Një njeri të cilin këto e kanë përjashtuar nga kjo skem vjedhje dhe hajdutërie, i pakënaqur që nuk po merrte më ato fitimet e mëdha që gjithë pjesa tjetër, pjesa klanit tjetër po i merrte, ai spionoi. Ballavaquam dhënat me Agjencinë për Kartën Spanjolle të 9 dosjet e barnave, të regjistruara në 3 shtator, dolën të falsifikuara. Në 9 shtator 2013, në një ditë, brenda ditës, depozitohet kërkesa për regjistrim bari. Analizohen 800 faqe. E shef Komisioni i Nomenklaturës Barnave e regjistron ministri brenda një dite. Është fjala për barin 1 biks. Se kush ka qenë ministri i drejtësisë 2 javë para shtatorit, dihen të sallë, këta duan t'u afrojnë qytetarëve të Tiranës për kryebashkiak. Vokshi kërkoi hetim parlamentar në lidhje me vjedhje nëpërmjet skemës së rimbursimit të barnave.